gjitha, mirë se keni ardhur në panelin e sotshëm, që është një panel I cili do fokusohet tek projektet strategjike të Shqipërisë, sidomos deri në vitin 2030. Ideja është që të mos e trajtojmë vitin 2030 thjesht një slogan, po të kuptojmë nëpërmjet këtij paneli se kush është le të themi rrugtimi ose ai që quhet roadmap në kuptimin e atyre të cilët janë në drejtimin e institucioneve publike apo private, të cilët kanë plane shumë të qarta se si do e ekzekutojnë këtë roadmap, duke bërë bashk lidhjen midis projekteve strategjike, ekosistemeve të inovacionit dhe menaxhimin dhe tërheqjen dhe mbajtjen e një balance ideale midis investitorëve lokal dhe investitorëve të huaj. Paneli I sotshëm do kërkojë që të lidhi pikërisht këto pika me njëra tjetrën dhe të kaloj mundësisht nga diskutimi I politikave tek investimi privat në përfundim. Normalisht duhet ta kishim filluar sot panelin me Ministrin e Ekonomisë, e cila nuk pati mundësi të na bashkohej për të pasur një ide të përgjithshme të politikave të qeverisë shqiptare në lidhje me konceptin 2030, por kam kënaqësinë që sot kem një panel shumë të respektuar, të cilët pikërisht po vënë në praktik vizionin 2030 me projekte shumë konkrete. Unë të rast doja ta filloja nga zonja Elira Kokona në të majtën time, në drejtimin e të cilës Albanian Investment Corporation është pra shqiptare investimeve, korporata shqiptare investimeve ka pasur një ndryshim radikal dhe tashmë numëron një numër vërtet qëndësishëm projektesh, të cilat nuk janë më fare thjesht në plan dhe në letër, por janë vërtet shumë konkrete. Në fakt kam bërë një kështu listë me arritjet që ka AIC-ja në drejtimin tuaj, zonja Kokona, po që të mos duket shumë si shoh se është listë shumë e gjatë, pse mos na e thoni juve vetë. Unë mendoj që për sa kohë që sot kemi një panel I cili është më së shumti gratë të suksesshme dhe që kanë në dorë le të themi disa nga projektet më të rëndësishme të cilat do bëjnë ose jo ndryshimin e këtij vizioni 2030, përfshirë ne mua dhe Grantin në dy polet e skajet e panelit. Mendoj që nuk bëjmë mjaftueshëm realisht, dhe unë do doja shumë që nëpërmjet këtij paneli të thoya që ty përgëzoja për punën që po bëni dhe punën që keni bërë respektivisht në institucionet tuaja deri më sot. Kështu që pse e do të një kështu intro të shpejt të projekteve të Duranës, çfarë është që është bërë dhe çfarë është që është duke u bërë dhe çfarë planifikohet që të bëhet. Faleminderit Ravik për këtë prezantim kaq optimist, pozitiv dhe me vizion të 2030-s mjaft të qartë. Faleminderit shumë organizatorëve Click Expo Group, të cilët jo vetëm kanë organizuar këtë event për t'i dhënë mundësinë të gjithë investitorëve, kompanive vendas dhe të huaj të mund të shprehin interesin e tyre, të mund të shprehin dhe të shohin mundësinë e investimit në Shqipëri, por ajo çka është e rëndësishme është që nëpërmjet këtyre ditëve të panelit
korporata investimeve shqiptare së bashku me partnerët, vendas dhe të huaj, kanë mundur të organizojnë disa panele, besoj shumë interesante, shpresoj i keni gjetur gjithashtu dhe ju interesant, lidhur me tema të ndryshme për të mundësuar një reflektim të situatës aty ku jemi. Shpesh në këtë vrapin e marrjes së një projekti, ndjekjes së tij hap pas hapi, ky momenti i reflektimit mbi tema të caktuara mbase superohet. Kështu që është një okazion shumë i mirë të ulemi dhe të reflektojmë së bashku, sepse është një kohë e humbur këndshëm, është një kohë e humbur në mënyrë të zgjuar, dhe do na shpëtoj kohë të tjera për të hecur akoma më shpejt në vijim. Për t'i kthyer përgjigje pyetjes së moderatorit, korporata e investimeve në këtë moment numëron rreth 70 projekte në totalitetin e tyre, prej të cilës mbi 20 projekte janë projekte të avancuara në stad për të cilat publiku është i njohur, sepse janë projekte të cilat jo vetëm kanë kaluar fazën e konceptimit, fazën e marrjes së nevojave, fazën e negocimit me partnerët publik dhe privat, fazën e konkurseve ndërkombëtare. Pjesa më e madhe prej tyre janë ose në fazat e avancuara të negocimit të kontratave ose në detajimin e saktë të aspektit financiar. Kështu që këto janë projekte të cilat gjenden gjithashtu në faqen tonë të internetit, në planin e projekteve dhe për të cilat ne kemi pasur një kolegët e medias dhe të projekteve të korporatës së bashku me Duranën mundën t'i bënin një prezantim të secilit prej tyre edhe në këto ditë në ambientet e Click Expo grupit. Një pjesë e projekteve janë projekte të cilat janë në fazë, ne i quajmë në fazë konceptimi, janë projekte të cilët ekspertët tanë së bashku me institucionet publike, partnerët publik, apo dhe partner privat, kemi filluar të diskutojmë nëse sektori është një sektor që mund të ngjallë interesin, si për të arritur një të mirë publike, ashtu dhe për të arritur një arritje, një rritje të interes për korporatën. Dhe kemi gjithashtu rreth 10 projekte, të cilat janë projekte në fushën e teknologjisë dhe digitalizimit, ku patjetër rol kryesor merr Durana dhe një peshë të rëndësishme merr Durana së bashku me të gjithë problematikat që sjell parku, por gjithashtu jemi duke parë mundësinë e zonë ekonomike, e zhvillimit të një mundësie për të arritur Duranën jo vetëm për të qenë një qendër, një park teknologjik, por gjithashtu po shohim mundësinë për të qenë gjithashtu një zonë ekonomike, për të pasur data center të përfshirë dhe situata të tjera të cilat do të ishin shumë interesante në aspektin e biznesit, por edhe për të qenë pjesë e bizneseve të suksesshme të fushës. Nuk lë pa përmendur Thinking Machine Lab, për cilin ne jemi mbajtës të equity, pra të kuotës të shtetit shqiptar në këtë startup me karakter ndërkombëtar. Kështu që në këtë kontekst numri i projekteve është për herën e rritje, po mundohemi që të mos marrim projekte ose të mos angazhohemi në projekte të cilat nuk janë të menduara mirë apo të studiuara mirë, dhe për këtë arsye jemi fokusuar në këtë grup projekte të cilat i kemi në trajtim ose siç e përmenda në fazë të avancuar ose në idejim në koncept ide. Pjesa më e madhe atyre të cilat janë të realizuara janë të publikuara në faqen tonë të internetit. Her pas here në keq informimet e mediave që kanë si objekt keq informimin, dalin ndonjë objekt, projekti investimi që nuk është as në idenë tonë dhe as në llogarinë tonë, por do t'i përfshim dhe ato, mbase mund t'jeni ide të mira, thjesht t'i shohim në të ardhmen. Faleminderit shumë. Më thonë që duhet shtypim butonin e kuq tek mikrofoni për të folur për të gjithë pjesën tjetër të panelit. Vjen shumë mirë sepse e di që moderatori nuk do të flasë shumë, por në rastin e Elirës neve kemi nisur se është një tregëndë shumë interesant. Do të thënë me Click Expo Group unë kam
eksperiencën e parë që kam bashkëpunuar është komplet e rastishme, tash thjesht më vjen në mendje, meqense dhe Lueli tashmë ka marrë, le të themi, në drejtim jemi njohur dhe bashkë me Elirën për të parë në 2015 në Expo Milano. Dhe ndërkohë është interesante se si AIC tashmë po bën një expo të niveleve ndërkombëtare në Shqipëri, pra nga Expo në Expo. Dhe shënon shumë herë të para, shumë interesante, se që është investimi tek Thinking Labs, që është po ashtu një herë e parë shumë interesante, se si një shtet kërkon që të mbështesi dhe të investoj drejt për drejt tek mbase diskutimisht apo diskutimisht personazhin më inspiruar dhe më të njohur shqiptar në teknologji. Por duket sikur nga diskutimi, Durana Tech Park vazhdon të jetë, si më thënë, si shtylla kurizore e AIC-s. Edhe jam shumë i lumtur që sot kemi në panel co-CEO-n, pra drejtoreshën e përgjithshme ose ekzekutive Florenca Haxhin, drejtorën e Durana Tech Park. Unë do doja shumë shkurt, mbase për ata të cilët janë në publik ose po na ndjekin live, për të kuptuar në çfarë faze është Durana Tech Park, çfarë po ndodh tani në këtë çast, por nga ana tjetër një pyetje pak më specifike do ishte në një mënyrë nëse mund na pikturosh dot si e imagjinon ti që do ndryshoj Durana Tech Park peizazhin e inovacionit dhe teknologjisë, po sidomos me fokus tek themelues të ri ose startupet dhe kjo e bashkuar përprap me pjesën e punës kërkimore dhe akademike brenda Durana Tech Park. Faleminderit Ravik, ishte një pyetje gjatë, kështu që po e filloj nga fillimi. Durana Tech Park, për ata që nuk e din çfarë është, megjithëse mendoj që në këto 2 ditë që kemi qenë këtu në panajër, ne kemi bërë disa prezantime dhe besoj se paktën me ftyrat që shikoj këtu kanë qenë prezent, por gjithsesi për të bërë një përmbledhje. Durana Tech Park është parku i parë teknologjik dhe shkencor, nuk është vetëm teknologjik, pra dhe dua ta theksoj këtë. Ai bën bashk aktorët e ekosistemit që në fakt prej 3-4 vitesh në Shqipëri janë filluar të fuqizohen pra të ekosistemit të inovacionit, por mendoj që Durana shërben si një hub për t'i bërë bashkë dhe për të nxjerrë një vlerë të shtuar për secilin prej tyre, që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Gjithmonë thuhet se Durana Tech Park është zonë e lirë ekonomike, pra ka disa incentiva që ofron dhe që mendoj që këto incentiva janë me të vërtet mira për të tërhequr mbase për tërheqjen e parë për të kuptuar se çfarë është parku, por ajo që parku le të themi shet në vetvete është pikërisht bërja bashkë e këtyre aktorëve dhe bashkëpunimi midis kompanive, midis startupeve dhe më e rëndësishmja universitetit dhe akademisë që do jenë pjesë, kanë filluar gjatë të jenë pjesë, por dhe do jenë pjesë në të ardhmen. Kështu që mendoj që Durana Tech Park ajo çfarë sjell, për ajo çfarë shikojmë ne si vizion në të ardhmen, është pikërisht kjo gjë, pra që këta aktorë të integrohen aq mirë me njëri tjetrin dhe të mundohen të bëjnë projekte të përbashkëta dhe forca punëtore, fuqia punëtore e Shqipërisë në këtë mënyrë të rritet, sepse duke qenë se ne kërkojmë të sjellim në Durana Tech Park kompani të cilat bëjnë aktivitete në fushën e teknologjisë dhe inovacionit dhe duke qenë se këto aktivitete do të sjellin kërkesë për aftësi të reja, kjo do të bëjë që dhe fuqia punëtore në vendin tonë do të rritet dhe do të profilizohet më mirë, pra do kalojmë nga një stad ku ne për momentin mund të kemi junior profile, mund të kalojmë një stad më të lartë kur profilet janë ato që kërkon ekonomia e së ardhmes. Ajo që dua të theksoj tjetër është që Durana Tech Park, pavarësisht se duket sikur është një park, le të themi, si të gjithë tjerët, nuk është ashtu, sepse modeli që ne kemi zgjedhur për të operuar është që ne të fillojmë me pjesën virtuale si fillim, dhe kjo do të thotë që nuk donim që të prisnim që parku të ndërtohej dhe pastaj të hapnim dyert, dhe kjo në fakt është bërë qëllimisht për të mos pasur, le të themi, disa godina që mbase mund të rinin dhe bosh deri kur ne të arrinim të sillnim rezidentët e parë.
Ajo që donim bënim është të testonin pak ujërat për të parë nëse ka interes vërtet për të kompanitë për të ardhur në Shqipëri, për të bashkëpunuar me kompanitë shqiptare dhe për këtë ta bëjnë bashkë në një ambient virtual si fillim dhe më pas për të kaluar tek ambienti fizik. Kështu që ajo që bëmë është ne hapëm një thirrje dhe thirrja vazhdon të jetë e hapur për të gjithë ata që janë të interesuar për të bërë pjesë në park në mënyrë virtuale. Pra mënyra si operojmë tani është virtuale. Nga paneli që ishte pak më parë në orën 1 dhe ishte një panel shumë interesant, fakt dhe po i thoya edhe Elirës rrugës duke ardhur këtu. Kishim rezidentët tanë të parë që flisnin se si e përjetuan gjithë eksperiencën që nga momenti që ata bën kërkesë për të bërë pjesë në park dhe deri më sot, që në fakt nuk ka kaluar shumë kohë, se po flasim për 5 muaj, por në kaq pak kohë, sa mirë ndjejnë veten, se si e shohin të ardhmen në Durana Tech Park, qoftë edhe kështu siç janë virtual, dhe më bëri përshtypje fakt dhe deri diku preka, sepse ata e shikojnë pra vizionin që ne kemi dhe kishim që në fillim, tani po reflektoj tek vizioni që kanë ata, pra është tamam ajo që ne donim të bënim, pra t'i bëjmë bashkë, të ata të flasin në njëri tjetrin, çka kanë filluar për duke folur, kanë filluar të bëjnë projekte të përbashkëta, ne po i përfshim në shumë projekte tjera apo kompani që vinë dhe kanë interes qoftë tek korporata e investimeve që mund të ketë një lidhje të caktuar me pjesën e teknologjisë, ne i ftojmë para rezidentët tanë, dhe ajo çfarë vlerësojmë më shumë është pikërisht pjesa e gjithë këtij komuniteti dhe jo më thjesht taksat pra që ata fitojnë duke qenë brenda Duranës. Faleminderit. Pra duket sikur nëse kishte ca njerëz atje jashtë që thonin që mos janë kështu projekte që janë letër ku është ky park, ku tani keni rezidencët e parë, janë aty të vendosur, të dalin nëpër panele, po flasin për eksperiencën e vet. Pra është diçka shumë konkrete dhe ëndra e krijimit të një parku teknologjik më së fundi në Shqipëri është e vërtet. Edhe neve, unë po shoh që mungokan përveç se moderator se çfarë bëhet dhe çfarë merret, dhe mendoj që është interesante edhe në lidhje me Duranën. Qëmrave Mima dhe drejtoi Keretsu Forum Southeast Europe, që është kapitulli juglindor i Keretsu Forum, i bazuar në San Francisco, është një grup investitorësh që investojnë në le të themi jo vetëm startupe, po investojnë atëre kur nuk investon askush tjetër përveç Friends and Family, le të themi. Dhe jemi shumë të lumtur që Durana Tech Park tashmë është aktive, po shikon për një kuadër ligjor ad hoc për të incentivuar investitorët për të investuar brenda Durana Tech Park, sidomos në një ekosistem startupesh që kërkonin të ndërtojnë aty brenda. Kështu që edhe për neve kjo ëndra e të pasurit sa incentiva për investitorët po bëhet dal nga dal realitet. Ndërkohë, kur Durana merret dhe tenton që të mbaj investitorët lokal dhe të huaj këtu brenda, duhet që dikush edhe t'i sjelli këto investimet nga jashtë. AIDA ka bërë një punë me të vërtet mbreslënëse për sa kohë që, nëse mos gabohem, këto 6 muajt e parë ose 5 muajt e parë të vitit 2025 kemi arritur year on year raportin më të lartë që kemi pas ndonjëherë të investimeve të huaja që hynë brenda vend. Dhe ju përgëzoj edhe juve se kjo ka ndodhur në drejtimin tuaj. Zonja Laura Plaku është drejtoresha e AIDA-s, Agjencisë Shqiptare të Fillimit të Investimeve. Cilët janë, do të pyesë, cilët janë projektet ose cilat janë investimet, cilat janë sektorët strategjik të këtyre investimeve, dhe ju i keni dhe një sektor aftercare, i cili pastaj bën punën e le të themi luanit për t'i ofruar ose për të mbajtur premtimet që neve i premtojmë investitorëve tuaj që hajde në Shqipëri sepse do keni këtë, edhe AIDA është institucioni që në fakt duhet i mbajë këto kontakte dhe t'i bëj këtë aftercare realitet. Shumë faleminderit për pyetjen. Është e vërtet, vitin e kaluar u arrit niveli pik i FDI të investimeve të huaja, 1.4 bilion, i cili është një shifër rekord për Shqipërinë. Normalisht që ajo përbën nga shumë komponentë, normalisht AIDA është pjesë e saj, po ashtu si dhe shumë institucione të tjera, domethënë është
një shifër e cila paraqet qasjen e përgjithshme të gjithë qeverisë, përfshirë këtu edhe projektet që folëm edhe shumë komponentë të tjerë të institucioneve, por një shifër që tregon një nivel të besuar, një nivel besimi të shtuar të investitorëve të huaj, që e shikon tani më Shqipërinë si një market shumë të besueshëm, të qëndrueshëm, çka është më e rëndësishme ose çfarë ka munguar, le të themi shumë kohë më parë, ishte qëndrueshmëria në projektet që ata mund të zgjidhin që të zhvillonin në Shqipëri. Për sa i përket projekteve ose sektorëve prioritar që ka Shqipëria, ne kemi edhe një ligj që aty i kemi ligj investime strategjik ku i kemi parashtruar ose parashikuar, le të themi, sektorët prioritar, ku filloj me turizmin që e dim të gjithë, mbetet bujqësia që është një nga sektorët tradicionale, është ICT, BPO, është zonat e lira ekonomike, ku paraqitëm edhe një nga projektet këtu. Është edhe energjia që po ashtu mbetet një nga sektorët shumë dinamike dhe prioritare të Shqipërisë, që kanë përbërë gjithmonë disa sektorë që tërheqin sa herë edhe më shumë investitor. Por nuk ndalemi vetëm te këto, domethënë ai është një ligj, le të themi, ose një parashikim i sektorëve ku ne kornizojmë edhe mirëpresim investitor strategjik që do të thotë me vlera të konsiderueshme që vinë në Shqipëri, vlera të konsiderueshme investimi, ashtu si dhe nivel punësimi dhe efekt që supozohet që të kenë në ekonominë tonë. Por nuk ndalemi vetëm aty, domethënë ne mirëpresim çfarë do lloj sektori që sjell zhvillim në vend, qoftë edhe shëndetësia apo një sektor tjetër mbrojtjes që kemi tani më, domethënë është e hapur në çdo lloj sektori është prioritar, për sa kohë sjell një vlerë të shtuar në treg, është diçka që tregu e kërkon dhe gjen vendin këtu dhe i gjen ashtu si dhe me partnerët vendas, kështu që mbështetja e IDE-s është e palimituar në disa sektorë të përcaktuar, për çfarë do lloj investitori prezent që do të jetë në Shqipëri. Aftercare është menduar dhe është një sektor i dedikuar historisht që ka qenë tek IDE, është më shumë për ata investitorë që janë ekzistent në Shqipëri, investitorët e huaj, po dhe jo vetëm, se siç e dim legjislacioni ynë i parashikon dhe i trajton një lloj, si investitorët e huaj, si investitorë shqiptar. Kemi thënë gjithmonë investitorët e huaj se supozohet që ata kanë nevojë për një suport akoma më të madh kur shkojnë në një shtet të huaj, ashtu siç do ndodhte dhe ndodh me AIDA-t në përbot në çdo vend, që ka nevojë për një drejtim akoma më të madh të legjislacionit ton, të procedurave që ndiqen, ka nevojë më shumë për një partner të qëndrueshëm dhe e din për një derë ku të trokasin, se është akoma më e vështirë që të navigojnë në landscape-in dhe në mjedisin ton këtu. Dhe për t'ja bërë sa më të thjesht investitorit, për të vlerësuar sa më shumë kohën që ata kanë në dispozicion për të qenë në Shqipëri, AIDA është në rolin e one stop shop. Dhe ky sektor është pikërisht që të adresohet çfarë do lloj problematike që ata mund të hasin në Shqipëri. Problematike nevoje, do thosha, nevoje qoftë edhe për të riinvestuar, domethënë për të rritur akoma më shumë, për të nxitur që mos ngelin vetëm aty, po si të jemi aty për ata për të qasur çfarë nevojash kemi për të zgjeruar aktivitetin e tyre. Dhe trokasim ne në dyert të institucioneve shtetërore të tjera për llogaritë të tyre. Domethënë ata përveç se në mënyrë proaktive ne kemi planifikimin ton vjetor ku nëpërmjet këtij sektori targetojmë sektorë të ndryshëm, takojmë biznese të tipologjive të ndryshme për të qasur. Ne është viti dytë që kemi hedhur edhe një iniciativë që e kemi quajtur Investor Support Days dhe e kemi ndarë në bazë shtetesh. Sapo mbyllëm atë me Zvicrën, kemi me Amerikën, kemi me Mbretërinë e Bashkuar, vjet kishim me 6 shtete të tjera për të mbledhur çdo javë le të themi komitetin e biznesit të shtetet ndryshme, më të mëdhenj edhe pse jo të gjithë, kushdo që ka mundësi dhe do që t'i bashkohet kësaj iniciative dhe kësaj bashkëbisedimi, është më shumë një round table me aktorë të ndryshëm nga doganat, nga taktimet, nga IC, nga AKPA që merret me punësimet, nga Ministria e Ekonomisë, ashtu si edhe ne aty që e koordinojmë për t'u përgjigjur dhe për të pyetur cilat janë nevojat e tyre. Më shumë investitorët kanë nevojë për të dëgjuar, kanë nevojë për të pyetur. Mendojmë që kemi bërë një punë goxha të mirë proaktive për t'i dhënë atë informacioni që atyre ju duhet, tani na duhet që të dëgjojmë për tyre. Dhe prandaj po i qasemi me iniciative sa më konkrete ku realisht mundësojnë që të shikohemi fytyrë me fytyrë dhe të dëgjojmë për projektet që ata kanë këtu, për aktivitetin që kanë dhe për nevojat që kanë, duke u bërë pyetje institucioneve të ndryshme që do kenë në tavolinë, ashtu si dhe pastaj për të vijuar me
takime individuale apo çdo lloj nevoje. Outreach campaign nga ana tjetër dhe misionet tregtare janë dy nga iniciativat e reja që i kemi filluar, i kemi aplikuar këto 2 vite dhe kanë rezultuar shumë efektive, ku targetojmë për llogaritë të investitorëve të ndryshëm. Për shembull, nëse një investitor do që t'i qaset një investitori të huaj jashtë, por e ka të vështirë për të gjetur kontaktin, është më e vështirë për të naviguar në atë market të huaj, na qaset, na i bën një kërkesë dhe nëse mbledhim 2, 3, 4, qoftë edhe një grup të vogël, pa rëndësi ka, në një mision tregtar të dedikuar ose në një outreach campaign, ne shkojmë dhe takojmë ata investitorë që ata mendojnë që ju duhen dhe ju vëlitën për biznesin e tyre për t'i mundësuar që të platformën e duhur të ndërveprimit. Kështu që jemi këtu për zgjidhje sa më praktike, na konsideroni si partnerin tuaj, kështu që përveç se ato çfarë ne mendojmë që ju duhen, jemi të hapur për çfarë është e nevojshme dhe çfarë mendon biznesi, ata që janë ekzistent, ashtu si dhe hapur për çdo lloj investitorit huaj që të vi. Kështu që faleminderit. Faleminderit shumë. Është e vërtet edhe kur ka panajire si ky sotmi, ku ka një fokus të veçantë në tërheqjen e investitorëve të huaj, le të themi jo vetëm nga rajoni, po edhe nga kontinenti edhe më larg. Është me rëndësi që të dinë edhe që kemi një institucion si AIDA që çdo ditë tenton t'ja bëj jetën sa më të lehtë investitorëve dhe të huaj dhe atyre lokal. Nga i herë që ndodhë që nuk kuptohet shumë puna që është nga mbrapa, dhe pashtu si inovacioni nga herë nga trem, në duket shumë e bukur në letër inovacioni, kurse investitori huaj, shumë njerëz që thonë që shkojnë të punojnë në institucione të tilla se i duket cool, po vetëm cool nuk është. Është i punë si inovacioni që është tentativ për tentuar gabim pas gabimit dhe të tentosh të kesh të sjellësh një investitor, të ta mbashësh një punë e cila kërkon njerëz. E them si një ish punonjës i AIDA-s që ka punuar AIDA për një vit e ca, është më të vërtet punë goxha e lodhshme për të vlerësuar dhe që duhet të jesh gjatë kohës aty, kështu që siç themi neve ja u qejm hallin. Kështu që faleminderit. Po ndërkohë mendoj që çfarë është shumë e rëndësishme është edhe kush është që financon investimet. Dhe po, sidomos, duke folur nga një asset class tjetër, siç është angel investment, nga ky pol dhe nga poli tjetër, se përse dhe dalim edhe tek grant, dhe mendoj që Elona është, si me thënë, letër lakmusi ose ajo epitoma e board member, mbase board memberi më shumë eksperiencë i Raiffeisen Bank, që është një nga bankat më të rëndësishme në vend, top 1 për diçka, top 2 për diçka tjetër, top 3 për diçka tjetër, mbase për lending në fushat saktuara jeni top 2-shi, pastaj mbase më shumë detaje në lidhje me ku qëndron Raiffeisen dhe si është e pozicionuar në treg, mund të na i thoni juve. Po zënja Elona Koçi, unë që të doja të kuptoja, edhe mbase të ishte interesante edhe për publikun, doja të kuptoja si e financon Raiffeisen Bank inovacionin. A mund të ndërroj dikush si puna jonë që merremi me investime shumë early stage dhe banka zakonisht nuk i prek me dorë se janë shumë high risk, a mund të ndërrojmë që një institucion kaq i madh sa Raiffeisen Bank bëhet partner e inovacionit, apo jemi akoma tek pjesa e kreditimit të inovacionit që ju e bëni shumë mirë dhe keni qenë shumë suksesshëm duke e bërë nëpërmjet digitalizimit produkteve tuaja? Shumë faleminderit për pyetjen shumë komplekse në fakt, Rafik, edhe shumë interesante në të njëjtën kohë. Faleminderit gjithëve që jeni këtu dhe sidomos organizatorëve që ftuan të dëgjojnë dhe zërin e një banke. Mendoj që është një zë i rëndësishëm si një lojtar ekonomik shumë i rëndësishëm në çdo treg. Dëgjova zonjat parafolse deri tani me temat e tyre shumë interesante, u fol për investime strategjike, për investitorët huaj, për investitorë shqiptar, u fol për startups, u fol për një projekt shumë bukur siç është Durana, edhe e shija veten që të flisja dhe të mendoja në gjitha aspektet e mundshme që neve si bank prekim gjithë to tema që u prekën këtu nga parafolsit dhe janë shumë dimensione, në vërtet shumë. Banka është një
një lehtësues. Banka nuk është asnjëherë një prodhues në vetvete, por është një lehtësues e gjithë veprimtarisë ekonomike që ndodh në një vend. Dhe teksa dëgjoja panelistët e tjerë përpara meje, më shkuan në mendje disa pika. Për shembull, duke marrë Duranën si fakt, ne ndoshta kemi qenë nga të parat që kemi parë projektin, që kemi shprehur interesin tonë si një nga projektet më interesante që është duke u zhvilluar në Shqipëri, dhe kemi parë në të dy aspektet, edhe në aspektin e Duranës si një klient i yni, dhe klient jo vetëm për transakcione ditore si një biznes normal, por klient edhe si klient të cilin ne do ta ndihmonim me shumë dëshirë për të rritur dhe për të scale biznesin e tyre, sidomos gjatë fazës dytë, që biznesi do jetë pak më fizik edhe do ketë nevojë për investime kapitale më konkrete se sa në pjesën e tij të parë, që janë duke u zhvilluar në formë virtuale gjithë aktivitetet. Por njëkohësisht kemi parë mundësinë edhe për të qenë neve klienti Duranës, neve jo si banka nuk mund të jetë një kompani startupi, por kompanitë që neve kemi që merren me R&D edhe që në përgjithësi zhvillojnë platformat tona teknologjike. E kemi parë se si ne lokalisht ta mund ta bëjmë këtë, ka disa restrictions ligjore që për fat keq nuk na lejonin, por po shohim mundësinë që si grup aty ku kemi të tilla kompani të mund të përfitojmë nga prezenca në Durana, pra të bërit klienti Duranës. Kjo i përgjigjet vetëm pjesërisht pyetjes moderatorit. Mendoj financimi është për neve një pikë shumë e fortë dhe shumë e rëndësishme, ndoshta për zonën në cilën unë mbuloj që janë korporatat, pra biznesi me kompani të mëdha dhe shumë të mëdha. Jemi shumë përpara në treg, që do të thotë jemi lider, top 1, meqense pyet Ravikun në cilin pjesë të topit ndodhemi. Jemi top 1 në korporata, kemi synime që të vazhdojmë. Që kemi me shumë fiksim të dim kush është top 1, kush është top 2, ne kemi me rëndësi. Ke kompanitë të mëdha jemi shumë mirë të pozicionuar, ka qenë gjithmonë një strategji jone për të rritur, vazhdojmë të jemi shumë agresiv për të suportuar këtë segment biznesi, por edhe gjithë segmentet e tjera që shërben banka. Pra pavarësisht se unë mbuloj një segment saktuar, nuk do të thotë që pjesa tjetër ngelet më mbrapa. Dhe të gjitha këto investime strategjike për cilat po flasim në pjesën më të madhe të këtyre industrive, duke filluar që nga energjia, në cilin kemi një gjurmë shumë të fortë dhe kemi një pipeline, një listë projektesh gjithashtu shumë të fortë që jemi duke e çuar përpara, infrastruktura, pra projekte të rëndësishme infrastrukture, të cilat qeveria shqiptare po i çon përpara me shumë prioritet, neve jemi nga mbrapa për t'i mbështetur. Bujqësia me një dëshirë shumë të madhe, pavarësisht se vështirësi shumë të madhe ka si segment edhe si sektor, mundohemi të bashkëpunojmë gjithë lojtarët e tjerë, përfshi edhe fondet që qeveria ka vënë në dispozicion, apo EBRD, apo Banka Qendrore me projektet mbështetëse të viteve të fundit, mundohemi që të bëjmë më të mirën tonë. Në teknologji gjithashtu, dhe dalim ke mendimi i tretë, në teknologji gjithashtu jemi një ndoshta nga bankat, nga sektori financiar, një nga lojtarët që ka çuar përpara transformimin më të madh digjital. Kjo do të thotë që edhe ka investuar ndoshta në asetet humane edhe fonde, më shumë ndoshta se gjithë bankat e tjera të marrë së bashku. E them këtë me shumë krenari, mendoj që jemi një nga bankat më digjitale sot për sot në tregun tonë shqiptar, dhe duke u krahasuar jo vetëm me tregun tonë, por edhe me bankat e tjera ndërkombëtare, jemi hecim vërtet paralel në fushën e transformimit digjital. Ne teknologjinë tonë tashmë pjesën më të madhe të platformave kemi cloud-based, single sign-on për gjithë klientët, për gjithë produktet që ne ofrojmë, të cilat të gjitha i mundsojmë të ofruara në formë digjitale, i kemi në një platformë single sign-on për gjithë klientët tanë, i ofrojmë edhe produkte unike digjitale, të cilat bankat e tjera ndoshta nuk i ofrojnë akoma, do duhet pak kohë që t'i fusin, si Swift GPI dhe GPI Tracker, që ofrojnë një transparencë shumë të madhe për gjithë ata që punojnë me bankën tonë dhe kanë transakcione sidomos me jashtë. Edhe shumë e shumë gjëra tjera. Mendoj që edhe si korporat apo edhe si bank jemi një nga bankat lider për sa i përket transformimit digjital, dhe them dhe sërish këtë. Nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që ne nuk mund të jemi një lojtar i vetëm dhe një ishull në një botë që po transformohet në mënyrë kaq të shpejtë nga ana teknologjike. Dhe mundohemi që të nxisim sa më shumë inovacionin edhe ke punonjësit tanë, po edhe ke të rinjt, me shumë programe të ndryshme mbështetëse, dhe mënyra që kemi gjetur që të përfshim start-upet dhe fintech-et në biznesin ton kanë qenë suporte, programe suporti, kemi të paktën një që më shkon mua në mendje që në mënyrë periodike kemi bërë që nga 2017, Startup Innovation Labi,
ku ne ftojmë kompani të ndryshme të cilat kanë ide, fintechs kryesisht, të cilat kanë ide produktesh apo shërbimesh apo ape të tyre që kanë të bëjnë ose që mund të ofrojnë shërbime për bankat dhe sistemin bankar, i ftojmë të punojnë, të bashkëpunojnë me ne, të prezantojmë në fundi produkt të tyre, me gjithë ato features teknologjik që ato zhvillojnë, po edhe mundësitë e tyre për ta scale, për ta zhvilluar në shkallë produktin e tyre dhe së fundmi disa prej tyre janë bërë edhe ne jemi bërë klientë të tyre, pra ne blejmë shërbimet e tyre në ato platforma produkte që u zhvilluan përgjatë këtyre eventeve që neve kemi mbështetur edhe vazhdojmë të organizojmë. Nuk jemi konkurrues me juve për momentin Ravik, për sa i përket pjesëmarrjes me equity në startupe, as në fintech, nuk futet akoma në strategjitë tona kryesore. Deri tani kemi ndjekur këtë strategji që sapo ju përshkrova dhe mendoj që edhe për pak kohë do jemi aty. Bankës në përgjithësi nuk i lejohet që të futet në equity. Kjo do jetë një equity fund, ndoshta do bëjmë dikur një equity arm që të bëjmë investime equity të Raiffeisen, po për momentin jemi këtu. Për momentin këtu ku jeni, duke sigur jeni shumë mirë aty ku jeni. Nga këtu. Pastaj nga këtu ke granti. Unë kam premtu grant që para sa që të jemi panel bashkë dy gjëra. E para s'do t'ja pasjerë pyetje, kështu ti se di s'do të pyes. Se të kam thënë që pastaj kuptohet në publik kur të kam dhënë pyetjen. Pastaj e dyta do të pyes gjithmonë ke numri i sa të investimeve je në startup. Në fundit që të kam pyet ka qenë 122, tash je 120. 123, ke shtu edhe i startup tjetër në portofol. Okej, shumë mirë. Gjithmonë është një numër tjetër. Nuk e di si e bën, kam mendjen do ngjerë enigmën për gjithë jetën, nuk do marrë vesh. Por nuk është kjo pyetje. Se kur po diskutonim është paneli anglisht apo shqip, pastaj pam që kemi dy njërin e di që është investitor nga Anglia, Turqia, pam që ka kufje, ka përkthim, kështu që pastaj po është granti që do flasi anglisht, edhe thënë jo tha ai than shqip tha, kështu që ke rastin të tregosh që më vërtet flet më mirë shqip se sa anglisht. Po pyetja për ty, si investitor, që ka investuar në shumë le të themi kompani, që jeton në Shqipëri për i kohë shumë gjatë, që je presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, dhe mbi të gjitha më rëndësishme janë dhe antarë dhe investor të KKR Forum Southeast Europe. Kush bësh për mendimin tënd në këtë çast, le të themi, uria që kanë investitorët, si të huaj, kryesisht huaj, po edhe lokal për të investuar në Shqipëri? Well, thank you for the confidence that I could answer in Albanian, but I think for our guests it'll probably be better, despite what Elira says, if I speak in English. Yeah, I've been involved with the country since 1991, in and out, and have different cycles. Came to help in a nonprofit role, came to make some money in a real estate role. Now, as sometimes people say, for angel investing, it's coming back to help again without making money. But hopefully those innovation investments produce a profit as well. But the reason I keep coming back, it's because this is a great place. So it is a fascinating spot to be in terms of the people. It's a fascinating spot, geography, weather, cuisine, languages that the people speak. And it's come to have a fairly significant geopolitical significance that the world is starting to recognize. And I'll actually refer to two things. One is last week I was in Saudi Arabia for the FII conference, which some of you may have heard of. And in addition to our Prime Minister speaking, I needed a good job there, actually. What was of more interest to me was the number of contacts I have there. I spend a good bit of time around the Balkans as well as in the Middle East, but my sort of home base is Albania. Do what we can here, but also it's a great place to sort of go out from. And a number of these people, when I started to visit in like 2022 in the Middle East, a lot of them said, "You live where?" Because I come from Los Angeles, a significant sort of California as a base for innovation, and then here I'm,
place like Saudi Arabia is growing extremely quickly, and they're like, what would you be doing in Albania? And I explain it. I say, you just don't yet understand. Now it's almost changed where they're saying, oh, you're already there. We can't wait to get involved in Albania. So there's something changing. So in addition to being sort of the fastest growing tourist site in Europe, the fastest growing airport in the world, you know, there's always that risk that it could be, that tourism could be what we call bucket list tourism. You want to tell your friends you've been there, but it's another thing to come back. It's another thing to buy a second home. It's another thing to tell your friends to come. It's another thing to, you know, possibly, you know, the reason tourists come, all that weather and that food and those people can translate to a whole nother sector of digital nomads, people who have innovation-oriented economy jobs that they could be doing anywhere in the world, and they choose to do it here. So, you know, that's an example, a recent example of a crowd that's saying, I'm starting to pay attention to Albania. You're a pioneer, Grant. Tell us more about it. As opposed to, Grant, we thought you were interesting, but actually you're crazy. What are you doing there? Now they're saying you're ahead of others. And then a second thing was a speech that the Prime Minister gave at the Western Balkan Forum a couple of weeks ago. And I was actually with Florenza and Ilira on that morning talking about what was happening there too. He gave quite an interesting speech about some of these things they've been describing, and I'm repeating here about it, saying that Albania is sort of, they're gritty here as entrepreneurs. There's a little more room for innovation. There's a chance to do things quicker, faster, think outside the box. And I can affirm what all the representatives of these government departments, you know, these are ideas that was, you know, I was having coffee with Lorenza about 3-4 years ago, and AIC was just coming out, and as it come, then there was talk about, you know, free trade zones and all these things. They went from idea to on paper to action extremely quickly. So, so the Prime Minister was using this as sort of a way to describe the movement of Albania in towards the European Union, and does it have to be, you know, the poor, younger brother, small country that's finally got enough in order that they can join the Union? Or can it be a situation where the European Union, who's actually struggling with their own innovation quotients, with their own ability to adapt to markets, they've made some decisions that have caught them behind the scenes on things like data centers and AI, which Ilira mentioned. So we're headed to the European Union. The European Union is going to help us with some things here, but are there ways, the Prime Minister said, that in which Albania might help the European Union to actually increase its innovation edge, to learn a little bit from how we've learned to adapt, pivot, be agile? Those are important things that Europe is missing, and Albania is showing signs of it and showing signs of it growing quickly, and maybe they can offer that to Europe. To which the Ursula von der Leyen said, you know, well, we're pretty innovative too. We have a couple of supercomputers, and if you're nice, we'll put up a tower and maybe you can access our supercomputer. And I thought, wow, like we're in a context in the continent of Europe where, I mean, we don't have to go into that, but an existence of a supercomputer isn't nearly as important as a data center cluster of 10,000 computers that are providing the compute needed to move into this fast-growing sector. We don't need a tower connected to one supercomputer. I'm going a little bit long, but it actually is important to frame that up, that Albania has something that Europe needs, and Europe is, you know, where's that going to fit? And that's an important, I say that as an American. We're in a very pro-American country. America is the front edge of that innovation. And we would say, or I would say as an American and as an investor, that I feel like I've got my people here. We've got in Albania, we've got folks that have that innovation edge, have that entrepreneurial grit, are delightful to work with, are thinking outside the box, or as I told Ravik somewhere recently, to live in a place where the future looks bigger than the past. That's what Albania is, and America tries to be that. You can even help us, but I think together we can create something fascinating here. So I would strongly suggest people to, you know, I concentrate sort of on the bigger picture than the particular areas of innovation, but to say that this is a fascinating place to be.
the future does look bigger than the past, and the chance to be a part of it is pretty exciting. Thank you for that. I have to say that it's hard to stop you. You're always going for long, but it's always so. You're one of the best storytellers that I know, especially on a panel, and it's inspiring. Also, your story, and thank you for giving back, and thank you for choosing to actually be here, stay here when it was tough, and now that it's it's obvious that you're one of the pioneers when it comes to investments. Thank you for taking the role of an angel investor, which is the toughest part of all. If anyone in the room wants to talk about that later, very interested too. But also, we're very lucky to be in a panel in which we have here the women leading the transformation on investment and business in this country. So I'm going to go back to them. But before that, just 5 minutes. I like the idea of this Albania playing a role, and I would think of this as even more regional, the Western Balkans, and why not? We can lead, given we lead in many of those top 1, top 2, top 3s, especially when it comes to being an attractive location for young capital too, but young talent. And I think what we're exporting now the most is talent, and this is what we need to keep here. So just 5 minutes, because then we have to close it. I will have to give a last word to everyone, but just 5 minutes. If we would have to become that sandbox for innovation, that sandbox for doing things cheaper and faster when it comes to innovating, especially when it comes to incentives, on the optics of someone that is coming from Saudi, right? And coming back to Albania, when we go, we're inspired, and we say, well, if we had this, what would it be? A couple of things, and sort of incentives, for example. What would you like to see here? That if we had them here soon enough, then would get flooded by requests for, I don't know, joining Durana or investing in startups or going to AIDA for a request of investment, or going to Raiffeisen for a very well-structured loan. What would be your one ask, one dream come true soon enough? Very hard question. I'm here for that. So. Well, I'll go back actually to a real estate course in my MBA program where they said that when they were discussing why corporations or why people move to certain cities, they choose to locate there, and always talk about tax incentives, talk about regulations, talk about some of these things, but which is what we're focusing and we're doing, a decent job at. But they said the more important thing than any of that is where smart people wanted to live. Lifestyle, schools, healthcare, things to do, things for your children to be involved in, ironically, is actually more important than any of these other things. So even though I spend a lot of time, trying to get, innovative, cool things happening to encourage the state to lay the terrain, to give incentives, I think the number one thing actually is that it's a great place to live. And that's actually the area in which Albania has the most potential. So I don't know what the exact recipe of things is, but creating a livable city, we're great on the fun factor, we're great on, there's life here in ways that other, like I kind of say, jokingly, I think they can plant as many factories as they want around Belgrade in Serbia, but I think that the white-collar workers, the leaders of those companies would actually rather live in Tirana. So, what does that look like, lifestyle-wise, to stimulate that growth? And I think we have good intuition as the leadership of Albania about that factor, but I would actually encourage them to lean into that, not into any of the particular innovation incentives. I think you just gave me the perfect segue for the question to Ms. Koch. Just 5 minutes, I was going to ask you about how you're financing, co-financing infrastructure projects and lending and so on and so forth, but now, since Grant kind of focused more on how this country, it's, according to him, so livable and interesting to live, then my question would be,
how does Raiffeisen and how do you take care of what's very important nowadays in banking, which is the ESG component? And how does Raiffeisen actually make sure that they do the right investments, that they have a right ESG score, and that they also take care that we keep our interesting country green while financing growth? Why? I'm going in English again. No, sorry. So it's Grant, you see? We can switch to English, no problem at all. Well, it's interesting to see that everybody clapped while Grant was speaking in English, but nobody was asking for the headphones, so I suppose everybody speaks English, right? I think So- everybody speaks English, everybody speaks Albanian, so I don't think we have a communication problem here. Definitely. No One matter- of the good things no about matter how Albania. we run it, yeah, exactly. One of the good things about Albania and about Albanian workforce, most of them are bilingual, so most of them speak at least 2 languages, and maybe 3 and 4, especially of my generation, even more. So half of the panel in Albanian that way, then we come back all in English. Great. Ta kalon shqip. Okej. Kthehemi ke shqipja unë e dashur, shumë e dashur në fakt. Një pyetje shumë interesante. Në fakt, ajo që po thoshte Granti ishte një gjë shumë e rëndësishme. Për mua, ka kohë që është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe në aspektin e një shqiptareje, prap nga ana jon atë dashse të themi, po edhe në aspektin e njeriu që menaxhon një biznes të rëndësishëm. Një nga gjërat që vej re me keqardhje është që fuqia punëtore zvoglohet. Dhe një nga gjërat që vej re me keqardhje është që popullsia në Shqipëri po zvoglohet. Natyrisht që kjo nuk shkon në linjë me atë që Granti sapo tha, dhe pavarësisht se ne kemi një nivel jetese shumë të mirë, pavarësisht se kemi dhe ofrojmë si një vend një jetesë shumë interesante, se kemi një kohë shumë të mirë, kemi një location shumë strategjik mu në zemër të Europës, nga ku konektiviteti është shumë i mirë për në çdo cep të globit. Kemi, ndoshta e përmenda kohën, motin, kemi një mot të shkëlqyer për zhvilluar shumë biznese potenciale, por njëkohësisht edhe për të pasur një jetë shumë komode, plot me rrezë dielli. Kemi një sistem edukimi privat të zhvilluar, por edhe shtetëror që po arrin pak a shumë me investime të përhershme një nivel të kënaqshëm. Kemi një sistem shëndetësor që ka nevojë për investime të mëtejshme në mënyrë që t'i bëj të huaj të ndjen komfort kur vendosin që të jetojnë në Shqipëri. Por pavarësisht kësaj, gjëja më e rëndësishme është që unë nuk njoh akoma një ekspat, e Granti është shembulli më ekselent i kësaj që po them, në gjithë historikun tim, eksperiencën time të punës, gjatë të cilës jam përballur, kam njohur jashtëzakonisht shumë të huaj të cilët vinë përkohësisht apo një kohë shumë të gjatë apo pastaj edhe për herë për të jetuar në Shqipëri, që dikush të ketë ardhur dhe të ketë dashur që t'iki. Nuk njoh asnjë akoma. Madje edhe ata që kanë një funksion pune që ka pas një mandat të caktuar, ku diu ndoshta trupa diplomatike, që kanë mandatet e tyre mandatore 3 vjet apo 4 vjet, mbas mandatit parë duan gjithmonë ta rinovojnë mandatin. Kështu që në këtë aspekt mendoj që ne kemi një potencial shumë të mirë që të ofrojmë atë që Granti përmendi, që mendoj në të vërtetë që është një nga ingredientët shumë të rëndësishëm për të alokuar një biznes, dhe sidomos një biznes që mbështetet në kreativitetin dhe inovacionin dhe në mendjen e hapur, por kemi edhe gjëra tjera kemi edhe shumë punë tjera përpara, të cilat kolegët nga ana tjetër e panelit janë duke përpjekur shumë, jashtëzakonisht shumë, që të shkojnë në nivelin e duhur në mënyrë që t'i arrijmë. Neve si bank, duke çuar më konkretisht ke banka, ajo që mund bëjmë është që të ofrojmë një sektor bankar perfekt, që të ofrojmë një bankim seamless, nuk di fjalën shqipe për këtë, kërkoj shumë ndjes, që të ofrojmë një bankim pa shqetësime, me një eksperiencë sa më të mirë si individ, pa ashtu dhe si kompani. Që do të thotë që të gjithë huajt që vinë dhe duan të zhvillojnë një biznes tu, apo edhe të kujdesen për financat e tyre personale, të jenë të sigurt që kur trokasin në derën e një banke, marrin të njëjtin nivel shërbimi siç do merren në çdo bankë të huaj apo në vendet e tjera ku ata operojnë. Sigur do trokitja ishte më e mirë ka anglishtja, mund ta switchim prap, domethënë nëse se por definitivisht shumë interesant, edhe sepse mendoj që meqense se jemi dhe gjatë mbylljes, mbase do ishte për të kaluar
pak minuta konkrete. Unë po imagjinoja në kokën time tash nëse ka pas një, domethënë Durana ka shumë pak kohë që është hapur, po ndërkohë po imagjinoj nëse ka ndodhur që tani që ka pas një investor nga AIDA që është sjell pastaj që ka dashur të shkojë ke Durana, kjo gjë ka ndodhur apo është domethënë si nëse mund të ndajmë në një kështu histori suksesi të tillë që mbase është duke ndodhur, mbase do ishte shumë interesante edhe për ata të cilët mbase mund të jenë publik dhe po konsiderojnë që të investojnë në Shqipëri si investor tuaj. Janë që janë këtu për panajirjen dhe që janë sjell, pse jo mbase të kenë një ide se kush ka qenë një histori suksesi e ngjashme. Nuk e di nëse ka pas një rast të tillë bashkëpunimi, mbase pyetje kështu që ke. Ose e kundërta, që mbase po e ka sjell Durana. Jo, pyetja është nuk është për drejtoreshën e AIDA-s, është për. Do të përgjigjesh unë prandaj, por po e lë. Ose e kundërta, në cilën ka ardhur nga Durana dhe pastaj është regjistruar tek AIDA. Kemi xha historia të tilla apo po shumë herët Ne jemi ftuar fakt nga AIDA disa herë për disa investitorë që kanë ardhur dhe që kanë pas interes në fushën e teknologjisë, se kuptohet Durana operon në këtë fushë. AIDA është shumë më e gjerë se sa kaq, ka shumë fusha që mbulon. Dhe kemi qenë në tryeza me disa investitorë. Dy prej tyre kanë shprehur interes dhe më tej se takimi, kështu që ne kemi një procedurë që i ndjekim. Jo gjithmonë investitori e kryen direkt regjistrimin Durana, kështu që do kohën e vet, kështu që deri tani nuk kemi le të themi aktualisht njëri që është regjistruar dhe ka nga AIDA, por kemi disa me të cilët kemi folur dhe vazhdojmë mbajmë kontaktin. Por edhe ne, mund të flasim dhe Elira për këtë pjesën, kemi shumë investitorë që i drejtojmë drejt AIDA-s, sepse mund vinë tek ne si fillim pra këtë korporata dhe më pas duhet të drejtojmë për fushën që ata interesohen, i drejtojmë tek AIDA. Po që me shpresë pastaj do shkojë të regjistrohet ke dhoma amerikane tregtisë dhe do marrë financim ke Raiffeiseni edhe praktikisht gjithë paneli është punon në unison. Përgjigja konkrete është që jo akoma, në mënyrë më pak diplomatike, jo akoma. AIDA nuk ka arritur të sjellë një rezident të Duranës që ta marrë nga shpreha e interesit dhe ta çojë deri në fund. Kështu që AIDA duhet ta bëjë këtë gjë. Ndërkohë, në të kundërtën, ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhi që Korporata Shqiptare e Investimeve është kryetare e grupit negocimit për 2 projekte madhore që ndjek të miratuara nga Këshilli Kombëtar i investimeve strategjike, të cilët asistohen nga AIDA. Kështu që e kundërta ka ndodhur, Korporata e Investimeve është faktor në arritjen dhe sigurimin e një pjesëmarrje dhe forcimit të pozitave të shtetit në projektet me karakter strategjik. Është absolutisht e vërtet që kemi qenë në të gjitha panelet që AIDA me shumë na ka ftuar dhe kemi qenë pjesëmarrës me shumë kënaqësi si të fushatave që ka pasur vjet. Konstatova që pas ka pasur 2-3 fushata zviceriane dhe të tjerët që nuk na ka ftuar, por te amerikanët besoj që do na ftoj Granti. Jo, pa absolutisht një gjë për te shakas, si Korporata Shqiptare e Investimeve ashtu dhe Agjencia e Zhvillimit AIDA, shpesher kemi këtë aktivitetin që duket sikur është një aktivitet dual që ngjajnë sikur bëjmë gati të njëjtat gjëra, po ne e themi këtë me krenari, ne bëjmë absolutisht, ne jemi komplementar, jemi ndonjëherë dhe bëjmë të njëjtat gjëra me kënaqësi madje. Sepse në qoftë se një investitor rrin te ne sepse do të jetë më aktiv, e bëjmë rolin e atij që kryen, lehtëson kontaktet te investitorit të huaj me institucionet publike. A e bëjmë vetëm, a e bëjmë së bashku me AIDA-n apo AIDA e bën bashkë me ne, kjo është diçka të cilën të paktën në këto 2 vite, dhe këtu falenderoj Laurën personalisht, sepse fryma e bashkëpunimit midis të 2 entiteteve tona është një mëshirim shumë i mirë i kur 2 entitetet duan të arrijnë një të mirë të përbashkët.
nuk ka rëndësi se kush është i pari, kush është i dyti, kush duket më shumë, kush duket më pak, për ne është e rëndësishme që një investitor i huaj kur vjen në Shqipëri të ndihet në shtëpi, të ndihet i përkrahur dhe të ndihet mbi të gjitha, jo në pozitat e atij i cili s'di ku të shkojë dhe s'di çfarë të bëj. Ne po mundohemi, e bëjmë në mënyrë fantastike me të gjithë ata të cilët shprehin interesin për të qenë pjesë e Duranës. Jemi gati duke kryer dhe rolin e një entiteti këshillues operativ, dhënës të shërbimit, si me AID-ën, si me autoritetin e tatimeve, si me qendrën e regjistrimit biznesit. Pra për ne, çka e rëndësishme është që investitori duhet të mendojë, të sjelli dhe të kontribuojë në ekonominë shqiptare. Patjetër duke ju drejtuar bankave, ku Raiffeiseni është partneri ynë kryesor dhe kemi pasur dhe angazhime konkrete dhe bashkëpunime perfekte së bashku, jo më larg se një muajin më parë ne patëm një konferencë ndërkombëtare për investitorët, së bashku me AID-ën, së bashku me prezencën e kryeministrit, së bashku me disa ministri dhe agjensi nga më të rëndësishme si të energjisë ashtu edhe të ekonomisë, ku në Vjenë arritëm të mbledhim fal mbështetjes Raiffeisenit dhe fal thirrjes që Raiffeiseni bëri klientëve të tyre kudo në botë, jo vetëm në Shqipëri, arritëm të sillnim në të njëjtin vend më shumë se 78 kompani, të cilët përfaqësonin më shumë se 16 shtete, ku vlera e kontributit të tyre apo shpreha e tyre interesit është në proces dhe çdo gjë kërkon kohën e vet. Pra dua të them, bashkëpunimi qëndron për të qenurit në të njëjtin panel ose jo. Nuk e di, zonja Plaku nëse donte të thoshte se më duk sikur kishte diçka, po numëron, a ka sjellje? Jo, base thjesht për feedback, po për sa më takon mua dhe mesazhet që marrin publiku dhe shpresoj që ka ca investitor të huaj, jam i bindur që ka, se kemi takuar bashkë edhe dje në Panajir. Mendoj që është mesazhi më i miri mundshëm që agjensitë, institucionet, kompanitë, shoqatat, organizatat punojnë në mënyrë kaq le të themi të drejtë për drejtë me njëra tjetrën dhe janë të gjitha këtu në dispozicion të atyre që shpresojmë të jenë publik, investitorë të ardhshëm të cilët do jenë pjesë të AID-ës, investitorë të ardhshëm të cilët do pjesë Duranës, investitorë të ardhshëm të cilët do kenë mundësi të aksesojnë incentivat që ofron Albanian Investment Corporation, dhe pastaj në fund mbasi të shkojnë të bëhen dhe të marrin një linjë kredie ESG based tek Raiffeisen Bank, të shkojnë të antarësohen edhe ke granti ke dhoma amerikane tregtisë dhe mbase i mbush mendje që vinë të antarësohen si investitor ke Kerecu. Faleminderit shumë. Vetëm një shifër para se ta mbyllim për ESG, me që më pyet edhe mua më doli nga mendja duke halla 4 me çështjet e tjera. Kemi mbyllur ose presim ta mbyllim këtë vit me pothuajse 20% të kredive tona në segmentin korporat ESG. Dhe këto të klasifikuara nga MMA në një kontroll shumë të qartë në mënyrë që të evitojmë greenwashing, po jemi shumë keen për ESG, jemi një nga lojtarët më frontrunner. Për këtë e kemi shumë për zemër, edhe bëjmë shumë për të ngritur awareness about ESG topics. Faleminderit. Faleminderit juve, ishte vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që të moderoja një panel kaq të suksesshëm. Ju falenderoj për punën që jeni duke bërë dhe ju uroj vetëm sa më shumë suksese, sa më shumë mbarësi, edhe faleminderit edhe një herë.